Ndeshja e 14 janarit mes klubit të basketbollit Vllaznimi dhe klubit të basketbollit Bashkimi u shoqërua me një incident jo të këndshëm, ku ndihmës trajneri i klubit të basketbollit Bashkimi, Bledar Gjeçaj, u godit me shishe plastike nga tribuna e balkonit. Në lidhje me këtë situatë, klubi i basketbollit Vllaznimi kanë reaguar me anë të një komunikate zyrtare, ku kanë shprehur keqardhjen dhe kanë dënuar ashpër incidentin. Nga klubi në komunikat është bërë ditur se Vllaznimi ka qenë gjithmonë i përkushtuar për pritje korekte, të sigurt dhe dinjitoze, duke respektuar rregullat strikte të Federatës së Basketbollit të Kosovës. Në këtë kontekst, në komunikat nga klubi është thënë se akuzat se incidenti ka ndodhur si pasojë e dështimit të organizatorit nuk qëndron. Duhet theksuar qartë se me lejen e delegatit të ndeshjes dhe në koordinim të drejt për drejt me policinë e Kosovës, janë lejuar disa persona të ekipit mysafir që të vendosen në një zonë të palestrës ku nuk lejohet prania shikuesve, e cila sipas rregullave duhet të jetë zonë e kontrolluar dhe e siguruar. Nga FBK, Vllaznimi ka kërkuar mënyrën se si ka ardhur deri te grumbullimi i tifozëve Prizrenas në një zonë të ndaluar, faktin se këta persona janë lejuar aty pa pëlqimin e klubit të basketbollit Vllaznimi dhe se ata kanë mbetur tërësisht të pasiguruar dhe pa mbikëqyrje, çka përbën dështim të zinxhirit të vendimarrjes institucionale dhe jo të organizatorit vendor. Tutje Vllaznimi ka shtuar se shpreh shqetësim serioz për aplikimin e standardeve të dyfishta, duke rikujtuar rastin e fundit kur në Prizren, basketbollisti Dardan Berisha u godit me mjet të fortë dhe u gjakos, ndërsa u vendos vetëm zbrazja e një pjese të palestrës. Në Gjakov një javë më pas, për një situatë identike apo më të lehtë, u urdhërua zbrazja e tërsallës, vendim disproporcional dhe i pabarabartë. Klubi basketbollit Vllaznimi kërkon nga FBK trajtim të barabartë të rasteve të ngjashme, analizë objektive të provave filmike dhe shmangje të deklaratave tendencioze që dëmtojnë padrejtësisht imazhin e klubit. Mesjerash nga klubi janë shprehur se mbeten të përkushtuar për sport të pastër, siguri dhe bashkëpunim institucional, por nuk do të pranojnë bartjen e përgjegjësive që nuk ju takojnë.